Gjysmëfinalet e DEA World Cup Challenge, që keni pa janë ardhur me një atraksion interesant për hir të botrorit, ku I kena pas disa konkurrent të shtyp për njohuri rreth kampionateve botëror kryesisht këtij shekulli, po tash janë në gjysmëfinale, tash ka pyetje mbas edhe më të vështira. Dueli I parë mes Endritit dhe Ajetit, dy gjysmëfinalistat. Endrit, si po ndihesh? Entuziast. Që shkoi gara e parë. Interesante po me gjatin. Me mundim pak po mirë. Ja dolëm. A ke pas emocionesh? Kozha. Edhe puna sekonda pa hop ke pak. A kem pyetjet e lehta burr, të lehta janë kohë. Ja, më të lehta mos e di. Po thu, po më hopën pak, më bi topi që thonë se. Okej, a e gati për gjysmëfinale? Gati. Pritet më kon dueli fort, kështu që shkojmë. Formati është I njëjtë, 3 pyetje të para me 3 pikë, 3 tjera pa alternativë me 4 pikë dhe fato ja kuptohet. Kështu që, ndet kur ti je gati, vazhdojmë përpara. Muj me vazhdo lëresht. Me qetësi dhe shkojmë. Pyetja e parë e gjysmëfinales për Endritin është: Zidane shënoi 2 gola në finalen e 98, kush e shënoi golin tjetër? A. Thierry Henry, B. Emmanuel Petit, C. Didier Deschamps, D. Lilian Thuram. Koha fillon tash. E ka shënu Emmanuel Petit. Saktë. Pyetja e dytë për Endritin: kush ishte trajneri I Gjermanisë në botrorin 2002? A. Rudi Völler, B. Jürgen Klinsmann, C. Franz Beckenbauer dhe D. Joachim Löw. Trajner në 2002-ën Rudi Völler. Saktë. 3 pikë tjera. Pyetja e tretë për Endritin është: kundër cilit shtet e shënoi golin e parë në botror Kylian Mbappé? A. Argentina, B. Chili, C. Peru, D. Kroacia. Ki parasysh botrorin e parë që Mbappé? Në 2018. Dhe sekonda s'po tu. Chili, Peru, Argentinë edhe Kroaci. Ki 5 sekonda kundër Perus. Perus, e saktë. 3 pyetjet e para të sakta me 9 pikë. Shkojmë në raundin që ka pak po I koqit kundërshtarët. Okej. Kush luajti për vendin e tretë në botrorin 2018? Argentina. 5 sekonda e ndret, I përgjigjet 2 shtete jep. Me Belgjikën. Angli, Belgjik. Rezultati kush e mban mend, në fund 2-0 për Belgjik, Hazard dhe Meunier. Pyetja e dytë. Cila ishte ndeshja me më shumë kartona të kuq në botror? Kuptohet këtë shekull. Këtë shekull e kon vitin 2006, ka pas 4 kartona të kuq, Portugali, Holand, në jetën ku I ka pas edhe 16 vjet. Bravo, e saktë, 4 pikë. Edhe jena me pyetjen e tretë të fundit për këtë round: deri ku arriti Korea e Jugut në botrorin 2002? Korea e Jugut u kon vendas, ka arrit deri në sa zgabojnë gjysmëfinale. U kon shteti I parë aziatik më duket që kam rrit. E vërtetë saktë. Bravo. 4 pikë. Endrit, jena te gara me foto. A je gati edhe herë? Gati. Shkojmë. Mos jem diçtu, po vazhdojmë. Hajde shkojmë. Ajeti, një kandidat shumë interesant që në ka dhëruar spektakël në duelin e parë me Leonitin, me krejt përgjigje të sakta e po ashtu edhe me lojtar. Shkoi deri në fotofinish. Ajet, shunive duelin e parë. Dueli I parë këtë sfidos. Këja spektakël do ka? Po shpresojmë që edhe I dyti ka me qenë një. A ke emocionesh? Ma pak sa I dytë. S'kena me pas emocione më, por e din se din. A je gati pra? Gati. Hajde, shkojmë. Pyetja e parë për ty Ajet është: kush e humbi penaltin në finalen e botrorit 2006 Itali-Francë? A. Malouda, B. Ribéry, C. Trezeguet, D. Wiltord. Koha fillon tash. Përgjigjja e përfundimtare është 9C Trezeguet. E saktë. Pyetja e dytë: kush ishte trajneri I Italisë në botrorin 2002? A. Marcello Lippi, B. Fabio Capello, C. Carlo Ancelotti, D. Giovanni Trapattoni. Koha fillon tash. Ka qenë Giovanni Trapattoni. Bravo. 3 pikë tjera. Pyetja e tretë: kundër cilit shtet e shënoi golin e parë në botror Neymar? A. Paraguay, B. Kroaci, C. Kamerun, D. Kolumbi. Përgjigjja e përfundimtare është 9B Kroacia. Saktë, por 3 meni për ata që mbajnë mend. Ka shumë 2 golla. Dueli I parë është një prej penaltisë. I plot sikurse
edhe Endriti. Shkojmë me pjesën tjetër. Po alternativa thash, a? Ashtu më thoni pak më shumë, jo? Tash fillon sfida vërtet. A shkojmë. Kush luajti për vendin e tretë në botrorin 2006? Në botrorin 2006 ka lujt 10 sekonda. Gjermania përballë Portugalisë. Ka filluar Esakt. sa 3-1. Esakt. 3-1 ashtu e kon. Pyetja e dytë. Kush ishte portieri i Kroacisë në botrorin 2018? Livakovic që kon 2022-ën, 2018-ën me S, po. 10 sekonda. Uh, Me në pak, 9 sekonda. Simonec që kon futbollisti me S, po. Na vjen një përgjigje shpejt. Një përgjigje, ja, nuk kujtoj. Shubashic. Subasic. Afrike. Simo, Subasic. Pyetja e fundit e raundit të dytë për ajetin është: deri ku arriti Japonia në botrorin 2002? Në botrorin e 2002-s Ndritje pat për Koren, ti e ki për Japonin. 10 sekonda. nuk besoj që e ka kaluar fazën e grupeve. Përgjigja e fundit. 20 sekonda dush me thonë. Okej, që është përgjigja e fundit. Faza e grupeve. Po, faza e grupeve. Round of 16. Është eliminu nga Turkia, që ka shku tani në gjysmën finale. Me pikët jemi kështu. Endriti i ka 17 pikë, Ajet ti i ki 3 bojnë 9, edhe 4 bojnë 13 me dieni teme. Kështu që shkojmë për një duel fantastik me foto. Shkojmë. A është kampion bote? Nuk është kampion bote. A ka luajtur në La Liga ose në Premier League? Po. Po. A ka luajt në Villarreal? Jo, nuk ka luajtur në Villarreal. La Liga ka luajtur Real Barcelona? Po. Në Kalu- njërën nga to, Endriti. Në rregull. A ka luajt, a është prej kampion bote në kusht? Sekond. A ka fituar topin e artë? Jo, nuk ka fituar topin e artë. Okay. A është kampion bote? Jo. Jo. A ka luajtur në La Liga, në Premier League? Ja. A është lojtar nga Premier Liga ose La Liga? Po, është lojtar, domethënë që ka luajtur në të dy liga. A ka shënu në vitin 2018 a ka shënu gol në botror? Nuk më kujtohet. Më duket që po. Raskohem pak në idea. Për korekcivisht e konfirmuar. A ka shënu gol në botrorin 2018? A ke pyetja? Po. Ti ja ke bojnë dritit. Po, Ka shënu për gol. futbollistin tan. Real Madrid Barcelona, ka luajtur në La Liga. Nuk ka shënu gol 2018. Nuk ka shënu gol. Ti e bojnë pyetjen. Po, është kampion bote. Ke Endriti, ato Endriti. u kon kampion bote, domethënë. Është kampion bote, se e harrova s'ta. Jo, nuk më kon. Jo, nuk u kon, nuk u kon. Jo, thash. Nuk u kon. Katër pyetje keni kryer, Endriti është. Nuk u kon. Okej. A është lojtar aktiv? Unë me dijet e është lojtar aktiv, më mirë është me këqyrë. Me dijet e është lojtar aktiv. Po. Është lojtar aktiv. Është. Po, është lojtar aktiv. A është lojtar spanjall? Jo. Jo. 5 pyetje i keni kryer të dytë. Vetëm në 5. Ah. 5 emra ose 5 pyetje thonë. Endriti.
A ka luajtur në Manchester ose në Liverpool? Po, ka luajtur në Liverpool. Po, Ka drejt. luajtur njëra me tim. Okej. Ka luajtur një këtu. Ai jeti është. Ma një muve pak. Pa, Tani më edhe më vonë. okej. A ka qenë sulmues në njënën për dy skuadrave, Barcelonë ose Real Madrid? Po, ka qenë fazën sulmuese. Ka qenë fazën sulmues. Ma Po, okej. a më mu përgjigj për litorin e provu, edhe tani me po pyetën ajo. Nëse thuni emër, harxhohet mundësia 7. Aha. Okej. A është litor evropian? Jo. Okej. Ose është futbollist gjerman? Jo. Jo. Edhe dy mundësi kemi. A është Mohamed Salah? Jo. Spanjoll nuk ke, gjerman nuk ke. Ka luajtur në Real Barcelonë, ka luajtur fazën sulmuese. Nuk është kampion bote. Nuk ka qenë në gol botror në vitin 2018. Është lojtar aktiv? Me një tan po. Po. Edhe njëra kemi të. Okej. Në Liverpool ka luajt. Për shkak që gjysmë finale, Evropian. për shkak që gjysmë finale e keni edhe nga një pyetje shtesë, ç'na ka pagullën e atë. Okej. Do të stash është nota, e keni edhe Edhe stash është po më ne ko. Po tri. është litor Liverpool ka luajt. A ke aktiv? Po, aktiv është. Dy të na dy të keni bufitin për atë. Okej. Të mund të jeni dy. Kampion bote nuk ke. A ka luajt në Bayern München? Jo, nuk ka luajtur në Bayern. Okej. Po tash nëse vani ma një mu pak, a ka luajtur në Barcelona në Real Madrid, mos e veç ta specifikohen cilën ekip ka luajtur. Mos e përmanë Liverpool ka luajt më me tregu pse mos e më bë fair për të son tregaja. Ka luajtur Liverpool, ai ka luajtur Po, në Real Madrid ka luajt. Ka luajtur në Real Po, Madrid. e preve ta si mundsi. Okej. I keni edhe dy, e 10 edhe 11. Okej. Ti bedin që ka luajtur Liverpool, fitorit? Unë bedi që Ky ka luajtur në bedin që ka Real Madrid. luajtur në Real Madrid. Tjera të keni marrë në. Nuk është evropian, Nuk nuk është kampion bote, është litor aktiv. Salah jo. Roberto Firmino? Jo. Jo. A është lojtar evropian ajo? Jo, nuk është. Nuk është Por lojtar. më herët, nuk është Europian. Ky Kënë fillim dytë, asnjëri s'është Europian. s'është evropian, okej. Unë nuk është lojtar evropian. A ka luajtur në Premier League? Po, ka luajtur në Premier League. Ka luajtur në Premier League. Fundit jeni. E ndrit e gjet Okej. fundit, thuajeni Fundit, emër, fund. edhe ai jeti pak fundit, thuajeni emër. Salah e thash është për korrektësi. E ke thonë. Okej. Kanë ka transferuar Reali pe Premier League-s, që s'është kampion bote, që ka luajtur në fazën sulmuese. Tash është kena me thonë emrin, pyetje s'kena mua. Kjo është shtesë. Sa jeni shtu të folë? Luis Suarez? Po, është Luis Suarez. Okej. Kjo kështu e është. Mos u bë. Ti e ke edhe një? Unë jemi folë që ato që keni bërë pyetje më herët. Po për që ata më ke shumë Jemi pak. për tri. Kush është lojtar amerikan që e ka transferuar? Jo. S'është kampion Nuk do bote. të thonë që transferu për Premier League-s në radhë. S'është kampion bote, ka luajtur Premier League, ka luajtur La Ligue, nuk është në Europa, ka luajtur Real Madrid, veçja e thjeshtë është pak më. Për shkak se dueli Vishokry, e ndriti ka fitu, Po, po tani më edhe pak.
është futbollist latin. Po, pe di që është futbollist latin. Po. Që i bjen nuk është argjentinas, Po, veç të menona. Kush do gollasin ajo? Po, veç pak. Veç të menona. Është futbollist aktiv, tregove. Atëherë një sekond veç të menona. Majtak. Ka uaj, pse ve huqa komplet. Pret, fazën. Kur të shesh kemi rob shumë. Jo, pret, s'ka nevojë më. Pret. Se du me gjithë, veç edhe një minut, veç koncentrona, në sekund. Kam ujtë jo vajis, në tjezë, në Barcelona, Piraolet, kam ujtë. Piraolet. Jo, po se edhe sa. Gjermanët. Po s'tu i Gjermanës? Jo. Së shkampion botën? Po dhe po. Jo, Gjerman sa, se Majtak o zilli, fazën sëllmusë, po sa është o zilli, po është... Shme tjerë, ta më edhe jakë. Se ka shkum Premier Liga në Arsenal. Po, nuk është evropian. Çfarë është latin. Nuk është kampion bote. Nuk është kampion. Po, nuk është, po. Plus ka luajtur Real Madrid, Majtak. Amerika Latine, që s'është argjentinas ose brazilian. Ose është kolumbian ose uruguayan. Po, është James Sena. James Rodriguez, do të Shpjell çfarë është ai? Bravo. Kemi finalistin e parë të DEA World Cup Challenge, garë shumë e ngushtë mes Endritit dhe Ajetit, goxha ngurë sa që shkoj dej të foto e edhe foto shkoj dej në fund, Endriti finalisti i parë, shohim kush është finalisti i dytë. Gjysmë finalja e dytë e DEA World Cup Challenge, e pam që Endriti ke finalisti i parë, e tash është dueli mes Benit dhe Eronit. Ben, ç'është bëniesh? Mirë, përgjithsisht. A ditë po të Kosovën tash me Anglin? A i vjen që është një nivel më lart apo je përgatit më shumë? Jo, po për mua për shembull Kosova është mbi të gjitha. Tani Patjetër. normal kur s'është Kosova kam Anglin. Patjetër. Këtu të kena njëjtë. Absolutt. Ben, jena me gjysmëfinalen, kuptohet kush fiton në finale. Sistemi është i njëjtë, prapë me Po. 3 pyetje, 3 pikë, 4 pikë pastaj fotoja. Kështu që veç ka dale, pas stres, kohë ka. Absolutt, po. Pyetjet janë relativisht të lehta, kështu që kur ti je gati, na po shkojmë. Hajde, okay, vazhdojmë. Kandidati një Beni. Okej. Ben, kush u ndeshkua me karton të kuq në finalen e 2010? A. Nigel de Jong. B. Mark van Bommel. C. John Heitinga. D. Giovanni van Bronckhorst, ku a fillon tash. Giovanni van Bronckhorst. Përgjigjja e fundit. Po. Pasakt, është Heitinga në minuta shtesë, pak në Okej. extra time. Pyetja e dytë, kush ishte kapiteni i Gjermanisë në finalen e botrorit 2014, kur bu kampion, domethënë? Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Toni Kroos, Manuel Neuer. 20 sekonda, mos u gut, ka dalë. Edhe një herë pyetja. Kapiteni i Gjermanisë finalen e botrorit 2014, domethënë kush e ka qenë trofeun i parë? 2014. Schweinsteiger, Lahm, Kroos, Neuer. 20 sekonda. Philipp Lahm. Esakt. 15 sekonda, fix. Pyetja e tretë, Ben, kush u shpall lojtari më i mirë i botrorit 2010? Kujdes, lojtari, jo Glashinusi. Lojtari. A, po, lojtari, Golden Ball, domethënë. Po. A. Wesley Schneider. B. Thomas Müller. C. David Villa. D. Diego Forlan. Në D, Diego Forlan. Esakt. Raundi parë me 6 pikë. Shkojmë në raundin e dytë. Po alternativa, këtu mund me menu pak më ka dalë. Po. Edhe shkojmë. Pyetja e parë e raundit të dytë për Benin është: kush ishte trajneri i Argjentinës në botrorin 2010? Start. Trajneri i Argjentinës 2010. Në South Africa që majtë botrori. 2010. 10 sekonda, ka dalë. 2010. 2010. Diego Armando Maradona. Fix sekond 20, bravo, Maradona pun. Më thonë qatë botrorë konë dhe më jo. Po. Okej, pyetja e dytë e raundit të dytë. Kush luajti për vend të tretë në botrorin 2002? Më thonë dy shtete që ka luajtur për vend të tretë në botrorin 2002. Në botrorin 2002 për vend tretë ka luajt Korea e Jugut edhe Turqia. Esakt. Edhe pyetja e tretë Ben për ty është: kush u ndeshkua me karton të kuq në ndeshjen Angli-Argentinë në 1998? Angli, Argentinë, ndeshja e famshme.
Angli, Argentinë në vitin 1998. Pas 5 sekonda ben. Është Na vjen një përgjigje. Angli, Argentinë, po mënej është ndëshku prej Anglisë. Po, për anglisë, një emër. Është Gareth Southgate. Jo, për pak. Ajo ku në Europian. David Beckham me shkelnin që ajnë Simeones. David. Pikët i ki beni kështu. 3, 4, 4. Që i bjen 6 plus 8 bojnë 14. A i gati për roundin me foto, Ben? Po, me herë kam shku foto. Me njerë shkojna. Kundërshtari tjetër i Benit Eroni, Eron, e kalove roundin e parë, qështu dok? Mirë, A ken pyetjet e leta? paka shumë. Paka shumë? Po. Ti i ki ditë lam, dhe më të leta, ashtu që raundi 2, gjysmë finale është pak ma vështirë, po gjithsesi, gjithçka e hapur mbetet. Ti je 2007, a? Po. Hajde që ki lexuar sa ki panë sa. A e gati? Gati. Shkojmë. Pyetja e parë është: kush e eliminoi Portugalin në botrorin 2010? A. Gjermania, B. Holanda, C. Uruguay, D. Spanja. Ku a fillon tash? 2010. A mund që të jam më thonë? Gjermani, Holland, Uruguay, Spanja. Uruguay, Pasakt, Spanja, 1-0 David Villa, kush e mon men. Pyetja e dytë, kush ishte kapiteni i Francës në 2018, domethënë kur bu kampion? A. Griezmann, B. Varane, C. Matuidi, D. Lloris. Lloris. Bravo. Edhe pyetja e tretë, kush është fallitari më i mirë i botrorit 2006, Golden Ball, domethënë sikur me Benin? A. Totti, B. Zidane, C. Cannavaro, D. Henry. 2006. Cannavaro. Jo, Zidane. Hapë se ka marrë kartën kuq finale, ku lita më mirë i botrorit. Okej, Eron, në fazën e parë ki 3 pikë, një pyetje saktë, i tjera 3 tjera me 4 pikë mundësi për secilën. Kështu që shkojmë. Kush ishte trajner i Anglisë në botrorin 2010? Nuk e di këta. Nuk e din? Jo. Thuaj një emër, 5 sekonda e ki. E ide s'kam. Italian, okej, se din po veç kështu thye. Se din, okej. Capello. Pyetja e dytë, Eron, kush luajti për vend të tretë në botrorin 1998? Vend tret. Për vend të tretë. Anglia. Tu edhe një shtet? Gjermania. Kroaci, Holland, 3-0 për Kroacin. Pyetja e fundit, Eron, është kush u ndëshkua me karton të kuq në ndeshjen Portugali-Angli në 2006? Aja ku ndeshje famshme shumë, sikur 98. Portugali, Angli. Po. Dy atë rastet famshme, ajo ku në Bekamit edhe kjo është 10 sekonda. Ronaldo. Një përgjigje? Ronaldo. Ronaldo. Jo, Wayne Rooney. Wayne Rooney e ka shkel domethënë këtë rast. Ron vesh në raundin e parë ki 3 pikë, Beni ka total 14 që i bjen. Finale është Beni, po pe bëjmë raundin e tjetër me fotot sepse është atraktiv për tifaz, për shikues, o çojmë cillin më të fortë. A shkojmë? Po. Hajde. A është lojtar evropian, a është Amerika Latine, a është Jo, është një, po jo. po, a është evropian? Po. A është lojtar aktual? Alunga. Jo. Ishpa? Ky jam është lojtar aktual? Po. Është aktual edhe Është aktual. edhe i këtij, i dyve është. Po. Okej. Tash të je. A ka luajtur në Europë? Po. A kalu në Premier League? Po, pak. Premier League. Po. Okej. Është e ki bygjë. A ka fitu botror në vitin 2010?
Në 2010. Jo. Tha që kalu në Angli, e ka fitu topin e ortë? Po. Po, në Angli e ka fitu topin e ortë? Jo. Pyetja e katërt, ke vazhdo ti rëndësh. A ka marrë pjesë në botrorin 2014? Po. Vazhdo dhe. Do më thonë, lojtari angliske e ka fitu topin e ortë. Nuk është i Anglisë. Kalu në Angli, tha. Ka dytë Angli. Po. Po. E ka fitu topin e ortë. Çka, ka fitu toptar, nuk Po. është tek diçka tjetër. Okay. A kalu në katërshën më të madhe të Anglisë? Jo. A ka fitu kupën e botës? Po. 5 pyetje keni për ty. Unë po shkesh tash me përgjigje. Do të thonë, e ka fitu topin e ortë, tham edhe s'lun në top 5 ekipet më të mira të Anglisë. Është Jo. Luka Modric? Po. Vazhdo ti. Me thonë? Jo, po. Kjo edhe 5 mundësi për pyetje me gjithë. Mario Götze? Po. Bravo. Mbyllet do gjithë në finalja dytë mes Benit dhe Eronit, ku fitues dhe finalist është Beni. Finalja e madhe mes Enritit edhe Benit do të zhvillohet në Prishtina Football Fest në sheshin Zer Pajeziti, e që ka pas spektakël jo veç quiz, po edhe sene tjera. Rrini me neve dhe shihemi.